Veçardhje më të madhe, ju duhet të lajmëroj se sot me datë 22 nëntor 1885, këtë gjyq nuk do të kryesoj Çamil Beu, oficer i lartë i shërbimit të sigurimit, por Tursun Beu, oficer i shërbimit të sigurimit. Abdyl Frashi, Griguri. Nuk është fjala fjalë, do të përgjigjeni kur t'ju pyes. Kuptuat? Çfarë lidhje keni ju me shefin e Titovës? Lidhje shqiptarësh, lidhje intelektualësh. Pas kthimit nga Stambolli, kryq në padishah, u takuat në Selanik, në shtëpinë e Thanasmos, një shqiptar ortodoks, ju bashkëbasa dhe shefi i Titovës. Që ndodhi në dhjetor të vitit 1978. A mund ta pranoni këtë informacion vërtet? Pse jo? Për çka biseduat? Duke ditur autoritetin e tij në Stamboll, kemi kërkuar që ai të ndërmërë për lirimin e disa kurdosurve në Burgjin Otomane. Nuk është e vërtetë. Jo të natë, keni munduar ta vini të bashkëpunoj me ju, të punoj si spion i bordës së lartë. Keni provë për një gjë të tillë? Dëshmitari Idris Sumo. E njihni këtë njeri? Jo. Po ju këtë njeri? Po, kjo është Abdyl Frashi. Për herë të parë e kam parë në shtëpi e Themos Timos, në Selanik. Kur erdhe në bashkëbasën të Shenel Efendin e Titovës, aty ku shërbeja në kafe. E çka tha aty Abdyli? Mundua që ta binte Shenel Efendin që ta spionojë në portat e larta. E të gjitha këto biseda i bën për ateje? Po, Oj mirë, sa të kanë paguar të gënjesh kështu? Me këtë, dëshmon besimin të kimaj padishah. Mund të largoheni. E dëgjuat? Të dëgjova, e shtup të më bëni provokime të tilla, me dëshmitar të re. Nëse vazhdoni kështu, nuk do të përgjigjem asnjëherë prej pyetjeve tuaja. Nuk mundem po ja them këtë në fytyrë. Gjatë gjithë kohës, loja juaj ka qenë kundër nesh. Në fillim, luftuat programin e Karanames, por tash e kam fare qartë se pas këshin bërë këtë, vetëm na hillit lurë syve. Perëndy Osmane, kur nuk ka qenë përgjigjen e drejtë të çështjes shqiptare? Nuk është e vërtetë. Në fillim, porta përkrahu lidhjen. Ajo nuk quhet përkrahje, por interes. Nuk është mirë Abdyl të flasësh në këtë mënyrë. Ne jemi munduar atë shumë, sa që kemi pasur hapësirë nga paqja e Shën Stefanit. Nuk keni munduar për ne, për veten tuaj. Unë e kam ditur që nga fillimi, se herën të vonë do të krishte konflikti me ju. Vullneti i popullit nuk mund të ndalet, po ta them edhe këtë me gjithë bejë. Pas zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare, nuk do të ketë qetësi as Turqia as Europa. Me ju nuk kam që të flas më. Tash tutje me ju do flas vetëm ligji. Uluni. Nëse e keni. Uluni! Sulejman Vokshi, ngrihuni. Prej të dhënave që kemi marrë nga procesi jetimeve, del se ju një fajtor kryesor për marrjen e Shkupit. Për shtirimin e Shkupit. Në 4 dhjetor të 1880-s, nuk e keni lejuar me të sherifin Raif Efendin të hyjë në Shkup. Po, Pas i Shkupi do ishte të gjithkohës në duart tuaja dhe Raif Efendia mos i shkojë në Selanik, ai nuk do të ketë guximin të kthehet më. Dhe u treguat ashtu pa turpshëm sa ndalohet drejtorisë së Krullës Selanik Shkup të bëjë transportin e ushtrisë osmane nga Selaniku në Shkup dhe Anasjeltas. po, i kam ndaluar. Në territorin tonë të shliuar komandojmë ne. Si nuk më vjen turp flitni kështu. Dëgjoni me gjithë bej, duke ju shikuar kështu juve në të anë dhe vetveten në këtë anë, po më duket se pak kam bërë. Është dashur edhe më shumë të bëja. Po më habitni, një njeri me moshë dhe me përvojë si ju të flasë kështu në këtë mënyrë dhe në një vend si ky, të gjitha i kam bërë për të vetmin qëllim, të luftoja pushtetin tuaj. Më interesojnë rrënjët e mlefit kundër nesh. Na morët i rinë, na i morët të gjitha. Kur s'u ngopet me gjakun tonë? Në fund edhe në pazarin e botës na qitet të na ndërroni si lecka të vjetra, si armen, vetëm që të shpëtoni kokën tuaj.
Unë nuk jam i menqër si Abdulli, e këtë punë do t'ja thoshte më mirë, po unë desh të të thëmë vetëm të vërtetet që me flenë zemër. Nuk keni nevojë në tepër të flikni.